Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të folur pak për dy personazhe që në fakt kohën e fundit kanë bllokuar median ros. Do ndaloj pak te Shpat Kasapi dhe Selvije Jajot, me bashkëshortja e tij, e cila ka qenë shumë e cituar nëpër portale, ka qenë shumë e përfolur nëpër media për një ndarje. Gjithmonë kur ndodhen ndarja, dhimbja është e pranueshme, dhimbja është me ne, kujtojmë momentet më të bukura, kujtojmë dhe momentet hidhura, ndoshta momentet e hidhura kujtojmë për të ngushëlluar veten sepse ndarjen kemi bërë mirë që e kemi bërë, por kur kujtojmë gjërat e bukura themi me veten sikur të kemi dhe një mundësi të kthehemi prap sepse një dritë në fund të tunelit ekziston, ka përsëri dashuri. Të paktën kjo është logjika që ne e bëjmë në kokën tonë. Dhe siç duket Selvija e vuan jashtë mase Shpatin, po në qoftë se nuk do të kishte dashuri, ato të dy nuk do të ishin martuar dhe nuk do të kishin fëmijë, por jo gjithmonë dashuritë e vërteta mund të jenë të gjata. Në një sesion pyetje dhe përgjigje, ajo u ndal te një nga rolet më të rëndësishme të jetës së saj, ai prindit. Një koment nga një ndjekës i cili e komplimentoi si një nën e mirë, nxiti një përgjigje të sinqertë nga ana e Selvijes. Ajo u shpreh se djali i saj Roeli është prioriteti absolut dhe se përpiqet çdo ditë të japë më të mirën për të. Roeli është primar tek unë dhe mundohem të bëj më të mirën për të, shkroi ajo, duke reflektuar një përkushtim që flet shumë më tepër se çdo status pa foto. Edhe pse rrugët me partnerin e saj të mëparshëm Shpat Kasapin janë ndarë, Selvije nuk nguroi të vlerësoj raportin bashkëprindëror, duke theksuar se kujdesi për Roelin mbetet një përgjegjësi e përbashkët dhe e balancuar dhe u shpreh në formën më të mirë të mundshme për Shpat Kasapin. Do me thëmë, pa marrë parasysh se çfarë problemi ka patur çifti në mes, Selvija në asnjë mënyrë nuk e ulën vlerën dhe nuk e rrëzon dinjitetin dhe moralin e Shpat Kasapit. Duket që mund të ketë një kthim pas të këtij çifti, edhe pse nuk kanë folur që të dy hapurazi për ndarjen, nuk kemi një deklaratë nga ana e Selvijes dhe Shpatit për ndarjen, por siç duket nga fjalët, nga mënyra e të shprehurit të gjërave, do me thënë mund të kemi një mundësi rikthimi në këtë lidhje. Unë do kisha dashur që të rikthehen, sepse një fëmijë i lumtur dhe i bekuar është në praninë e të dy prindërve, por këtë gjë do ta konfirmojmë në ditët në vazhdim.